Si do jetë vera për shenjat e zjarit? Sot do kanalizoj një gujt të shkurtër se si do jetë energjia e shenjave të zjarit, pra dashit, luanit dhe shigjetarit. Mos harroni që kjo gujt nuk është për të gjithë. Ai që rezonon, ai që nuk rezonon t'i bëj skip, dhe ju që doni gujtat personalizuara, patjetër që nuk janë falas. Qëndroni të hapur tani dhe më lejoni t'ju jap mesazhe hyjnore mbi energjinë e verës. Duket sikur keni një thirrje të fuqishme për t'u thuar brenda zemrës tuaj, brenda portalit më të shenjtë që është zemra juaj dhe shpirti juaj. Ka diçka që mungon në jetën tuaj, ka diçka që nuk është aty ku duhet jetë, dhe ka diçka që nuk është sinkron, pra mendja, trupi, shpirti juaj nuk është sinkron. Kështu që ju duhet të bëni një udhtim të brendshëm. Shumë prej jush duhet të lidhen me energjinë hyjnore femërore, brenda tyre pak rëndësi ka se çfarë gjinie jeni, sepse vetëm energjia hyjnore femërore do ju ndihmoj që të sillni në jetë një krijim të ri. Për disa prej jush mund të jetë një fëmijë, për disa prej jush mund të jetë një shtëpi e re, për disa prej jush mund të jetë një punë e re apo një projekt i ri, por për shumicën prej jush do jetë versioni juaj më i mirë. Dhe versioni juaj më i mirë kërkon patjetër që ju t'u thoni thellë në zemrën tuaj, në shpirtin tuaj, të bëni biseda të sinqerta me veten tuaj dhe të vendosni pikat mbi i. Dhe duket sikur kohët e fundit keni qenë duke kaluar një furtunë, por lërmënit ju them shenja zjarri që furtuna më e madhe është pas. Tani thjesht vazhdoni esni drejt, lini pas të shkuarën që nuk ju shërben më dhe krijoni hapësira të reja që kjo verë t'ju transportoj nga versioni juaj aktual te versioni juaj më i mirë. Paçim!